kam pasur mundësinë që ta lexoj këtë plan, nuk mund si me thonë ti komentoj pikat përsa po nuk e kam lexuar, por ajo që ka është rëndësishme është absurde të propozosh që të mblidhemi për diskutuar 15 pikat kur ne s'po mund të merremi vesh për konsiduimin e kuvendit. Nuk e kam bërë për shtypjen. Pra ka një rend të gjërave këtu. Së pari duhet të konstituohet Kuvendi i Republikës së Kosovës, pra duhet të ketë unitet, duhet jemi të unifikuar për ta konstituar Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe më pas të flasim pra për çështje tjera. Në këtë drejtim ju dini që lëvizja vendosur ka qenë e hapur që të jetë LDK-ja partnere në koalicionin e ardhshëm me qeverinë Kurti 3, por kjo është refuzuar. Pra ata kërkojnë qeveri të unitetit dhe unë nuk e kam të qartë se çka saktësisht po kërkojnë që të gjitha partitë politike të jenë në qeveri bashkë. A duhet Kuvendi i Republikës së Kosovës të ketë opozitë? Demokracia këtë e kërkon, pra të ketë qeveri dhe në anën tjetër të ketë opozitë. Nuk e kuptoj qasjen e LDK-s dhe insistimin që me domosdoshmë ta ketë PDK-n në partneritet, pra në koalicion. Pra insistimi ka edhe AK-n. Pikërisht, pra insistimi i LDK-s që jo pa PDK-n për mua është i paqartë, sa i përket kësaj të fundit ne tash. Se nuk po thoni jo pa AK-n, po jo pa PDK-n. Unë po them, për mua është absurd qëndrimi i LDK-s se nuk shkojmë pa PDK-n. Prandaj merres mendimin tim, nëse keni ju mendim tjetër atë. Të pikat është edhe vetingu që sa rritet për 4 vjet, të bëhet për 1 vjet. Vetingun e kemi kryer, me që është çështja e Ministrisë së Drejtësisë. Vetingun e kemi adresuar, pra vetingun në sistemin e drejtësisë ka qenë prioriteti i qeverisë Kurti. Ne për këtë kemi marrë mendimin nga Komisioni Venecias, kemi marrë dritën e gjelbër nga gjykata kushtetuese. Amandamentet kushtetuese janë Kuvendin e Republikës së Kosovës, por ju e dini që për të votuar amandamentet kushtetuese është nevojitur edhe vota e 2/3, pra të komuniteteve jo shumicë deputetëve që përfaqësojnë komuniteteve jo shumicë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Ne nuk kemi pranuar që të pazaremi listën serbe që reforma në drejtësi të bëhet, dhe kanë mbetur kështu si kanë mbetur, por në këtë drejtim reforma së fundit që është hyrë në fuqi, pra e Këshillit Prokuror është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe unë jam shumë e lumtur që ne kemi arritur pas shumë sfidave, sepse në tetor të 2021 ne kemi dërguar në Komisionin e Venecias dhe për shkak të pengesave dhe sfidave që na kanë vendosur tek tani kemi arritur që ta jetësojmë këtë. Faleminderit shumë. Javën tjetër do të ketë zhvillim.